Kemi një Donald Trump i cili është një president sui generis, të paktën për sa kohë jemi mësuar, për sa kohë kemi neve një memorje të këtij shekullit, të shekullit të kaluar, por me sa duket Amerika po na prezanton vazhdimisht me modele të cilat nuk i kemi njohur më përpara. I parafundit ishte Joe Biden, i cili ishte dukshëm me shenjat e demencës, dhe i fundit është Donald Trump. Por le të vim te politika ndërkombëtare ku ai tha që nuk do bëhet takimi Budapestit sepse nuk kemi çfarë diskutojmë. Dhe pastaj i dha raketat Patriot. Në fakt raketat Patriot nuk janë raketa të cilat tregojnë një shenjë agresiviteti të Trumpit, sepse janë raketa të mbrojtjes kundërajrore në një kohë që Kijevi, më saktë Ukraina, po Kijevi si koncept politik, kishte arritur në një kapacitet deri 6% të mbrojtjes kundërajrore, pra vetëm 6% interceptonte nga raketat dhe dronat që niste Kremlini. Pra ju dhanë raketa për mbrojtje, raketat Tomahawk, siç e dini, ju të gjithë i ndiqni gazetat dhe shtypin ndërkombëtar, nuk ju dhanë për arsye sepse në një farë mënyrë do ishte një luftë e shpallur me Rusinë. Ku gabon Trumpi? Trumpi ngatron biznesin me politikën. Duke qenë presidenti i Shtetet Bashkuara, ai nuk mund të jetë ai që zhvillon bisedimet, sepse vin pastaj në pjekën ku rusët tallen me të. Do të thënë gjithë talk show ose emisionet e prime time-it në Rusi talleshin me Donald Trumpin dhe talleshin pikërisht për këtë, sepse një president nuk mund të jetë negociator. Negociator është një ministri i jashtëm ose akoma më poshtë se një i dërguar special. Sepse një president shkon aty për të firmosur një diçka që është negociuar. Dhe ky është gabimi i Donald Trumpit, i cili nuk harrin ta ndaj biznesin, ku në biznes gjithmonë negocion ai që është në vetë parë pronari i biznesit, me politikën, ku politika dhe diplomacia kanë disa masa të tjera dhe disa segmente të tjera të cilat merren me negocime dhe pastaj vjen presidenti dhe i vë vulën, nënshkruan. Kjo është edhe një ndër arsyet që rusët nuk e kanë marrë seriozisht. Kjo është një ndër arsyet që shpeshherë autokratët duken më serioz. Nuk duken më serioz vetëm për faktin sepse janë autokrat. Putini, Erdogani, Xi Jinpingi, për të mos vazhduar me tjerët. Po, edhe kjo, se janë autokrat. Por, sepse kanë disa shkallë të cilat i njohin, shkallë në mënyrën se si sillet një shtet. Dhe duke u kthyer çështjes së Ukrainës është pak e vështirë që të kemi një paqe. Donald Trump mendoi që ashtu si në biznes mund mbyllte një marrëveshje dhe kjo histori mbyllet. Mirë po, në politik, përveç se diskutimeve dhe levardive të ekonomike, ka shumë të bëj edhe background-i historik, historia e popujve, konceptet që ata kanë për njëri tjetrin, e shumë arsye të tjera. Është edhe një arsye tjetër e fortë që Rusia nuk mund të bëjë një paqe siç do Trump për faktin sepse do Trump. Personalisht mendoj që Trump është një njeri që do paqe, nuk është një fan si luftës, nuk është një president luftënxitës. Por ai nuk arrin ta kuptojë që luftrat nuk bëhen për inate personale ose për arsye banale. Luftrat kanë arsye më të thella dhe për të pushtuar duhet të plotësohen këto arsye për cilat janë nisur. Rusia në fillim kërkoi të ishte pjesë e Europës, gjë që nuk u pranuan pikërisht nga amerikanët, është ajo shpreha e famshme që u tha NATO-ja u krijua për të qenë amerikanët brenda, rusët jashtë, gjermanët poshtë. Dhe kjo nuk është zbatuar deri në një farë duke mbajtur Rusinë jashtë. Mirë, por Rusia duke parë që nuk po afrohej as në NATO, as në BE, filloi të lidhej me Kinën. Dhe rusët janë një politikë e jashtme e cila kanë rekorde. Nuk mund të ndryshojnë kursin e tyre tani, ndërkohë që 4 vjet më parë gjithë Europa dhe Shtetet Bashkuara filluan të ishin tepër agresiv ndaj tyre, pra t'ju prisnin urat e bashkëpunimit. Atëherë ata i lidhën me Azinë.
duke shfrytzuar dhe gjerësinë atyre territoriale. U lidhën me Azinë dhe natyrisht që nuk mund ta ndryshojnë kursin menjëherë sepse Rusia nuk është një vark, Rusia është një transoqeanik i cili do siguri të madha për portet se ku do ankorohet. Dhe Europa dhe Shtetet e Bashkuara tani janë për të një port i pasigurt, që herë japin furnizim me herë si japin, herë japin ushqim me herë si japin, herë japin karburant, herë si japin. Herë fillojnë e gjuajnë pastaj këtë anije me gur dhe herë të tjera i thonë hajde bëm paqe. Kështu që është pak si e vështirë. Dhe unë shikoj edhe të vështirë përfundimin e shpejtë të kësaj lufte. Dikur luftrat zgjasnin një vit në shekullin e 19, pastaj bën 2, 3, 4 vjeçare, ndërsa sot kemi luftra që zgjasin nga 10 vjet, nga 20 vjet. Kështu që kam frikë që kjo luftë nuk përfundon në fund të 4 vjeçare dhe me sa shoh të gjitha llogaritë që bëjnë perëndimorët, ndoshta e bëjnë për efekt propagande, po kanë dalë të gabuara. Kam frikë se do dalin të gabuara edhe këto që thonë që jo po, do mbaroj lufta se Rusia po shkon drejt krizës e tjera. Jemi duke folur për një vend i cili në luftën e fundit la 27 milion të vdekur, i cili vetëm në këto 30 vjet ka bërë 20 luftra. Është një popull i cili në konceptin e tij e ka vazhdimisht ekspansionin, një popull i cili vazhdimisht ndihet i rrezikuar nga sulmet e të tjerëve. Dhe kemi të bëjmë me një komb i cili, sidomos në këto momente, ndjehet i kërcënuar nga perëndimi dhe është në një pozicion që është gati të sakrifikojë mirëqenie për sigurinë. Dhe kjo si duket nuk është kuptuar nga europianët kur negociojnë këtë pikë. Gjithsesi, thash 10 deri në 20 vjet do kemi kohë të flasim prapë për këtë pikë. Si gjithmonë në fund, ju rikujtoj të bëni pjesë e kanaleve tona në YouTube, Dritare TV dhe të kanalit Rudina Xhunga. Faleminderit.